Kryeministri flet për riformatimin e qeverisë, thotë se për momentin janë të fokusuar te VMRO-ja. Kryetari i Kuvendit nënshkroi vendimin me 11 janar mbahen zgjedhjet e përsëritura në 5 komuna. Për 16 ditë regjistrohen 10.210 shkelje trafiku, policia ndaloi 55 persona. Shqipëria hap grup kapitullin e fundit para antarësimit në Bashkimin Evropian. Shëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Kristian Mickovski ka komentuar mundësinë e riformatimit të qeverisë që e drejton. Ai deklaroi se për ndryshimet kadrovike për brenda VMRO-s do të vendos pas kongresit që partia do ta zhvillojë në 10 orë, ndërkohë ka sqaruar se po vazhdojnë edhe diskutimet për ndryshimet në kuadër të koalicionit. Ndërkohë e pyetur nga televizioni Shenja, Ministre Arsimit Vesna Janevska tha se do të respektojë çdo vendim që do të marrë partia, po edhe kryeministri Kristian Mickovski. Bisedimet për rikonstruimin e qeverisë mes kryeministrit Mickovski dhe koalicionit Vlen vazhdojnë edhe më tutje, ndonse kanë filluar një javë tepër. Në konferencën e fundit, kryeministri Mickovski deklaroi se për ndryshimet kadrovike brenda VMRO-s do të vendos pas kongresit që partia do ta zhvillojë në 10 orë. Në këtë moment, jemi të fokusuar si VMRO do përmenen në përgatitjet e kongresit të rregull të partisë, që do të ndodhë më 6 e 10 orë. Në kuadër të koalicionit të vazhdojnë konsultimet. Ndërkaq, Ministri e Arsimit Vesna Janevska as nuk e konfirmon e as nuk e mohon që do të mbetet në post pas rikonstruimit të paralajmëruar të qeverisë. E pyetur nga televizioni Shenja, Janevska tha se do të respektoj çdo vendim që do të marrë partia, po edhe kryeministri Kristian Mickovski. Ajo theksoi se procesi i rikonstruimit është kompetencë plotë e kryeministrit, i cili vendos se kush do të mbetet dhe kush do të largohet e kush do të bëhet ministër. Vendi ka kryeministër, partia ka organe që diskutojnë për të mirën e vendit. Megjithatë, bëhet fjalë për ministra që do të udhëheqin shtetin. Është kryeministri ai që propozon ministra ose qeveri para kuvendit dhe ai sipas meje me gjithçka që ka treguar deri më tani ka të drejtën e plotë të vendos se kush do të jetë ministër, a do të jetë ministër dhe ku do të jetë ministër. Unë do ta respektoj çdo dëshirë dhe vendim të tij. Tema e rikonstruimit të qeverisë u hap pas dorëheqjes së Izet Mexhitit nga pozita e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të ambientit, pasi ai mori drejtimin e komunës së Çajirit për postin e zëvendës kryeministrit. Përmendet emri Bekim Sali, deputet aktual i koalicionit Vlen, ndërsa negociatat mes partnerëve të koalicionit po zhvillohen edhe për disa ministri të tjera, përfshirë arsimin, shëndetësinë dhe eurointegrimet. Zgjedhjet e përsëritura në 5 komuna të vendit do të mbahen me 11 janar 2026. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi ka nënshkruar sot aktvendimi, duke theksuar se me hyrje në fuqi të këtij aktvendimi, institucionet përgjegjëse nisin zbatimin e afateve dhe procedurave ligjore. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi ka nënshkruar sot aktvendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të përsëritura për kryetarët e komunave të Gostivarit, Vrapçishtit, Mavrov dhe Rostush, si dhe Qendër Zhup. Sipas këtij aktvendimi, zgjedhjet do të mbahen më 11 janar 2026 në përputhje me Kushtetutën, Kodin zgjedhor dhe legjislacionin përkatës, ndërsa me hyrjen në fuqi të këtij aktvendimi, institucionet përgjegjëse nisin zbatimin e afateve dhe procedurave ligjore. U bë thirrje Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, komisioneve komunale, si dhe organizatave mbikëqyrëse të veprojnë në përpikmëri, transparencë dhe profesionalizëm. I ftoi të gjitha subjektet politike dhe kandidatët pjesëmarrës të zhvillojnë një proces të qetë, fair dhe demokratik në respektimin e standardeve zgjedhore dhe vlerave europiane. Po ashtu u drejtohem qytetarëve të këtyre komunave që të ushtrojnë të drejtën e tyre dhe të marrin pjesë masivisht në votime. Përsëritja e zgjedhjeve dëshmon rëndësinë e pjesëmarrjes së secilit qytetar në vendimmarrjen lokale dhe forcimin e legitimitetit institucional.
ndërkohë qeveria nuk ka emëruar ende persona të besueshëm në këto 4 komuna. Në 3 komuna, Vrapçisht, Mavrov dhe Rostush, si dhe Qendër Zhup, momentalisht me përfundimin e mandatit për kryetarët e kaluar, nuk ka kryetar komunash, ndërsa në Gostivar vazhdon të jetë në krye të komunës ushtruesi i detyrës kryetari i komunës, i cili është në këtë detyrë për më shumë se një vit. Ditë më parë, profesori universitar i të drejtës kushtetuese dhe sistemit politik Denis Preshova ka bërë një shkrim sqarues në profilin e tij në Facebook në lidhje me situatën e krijuar në Gostivar. Ai vlerëson se Gostivari është një rast i veçantë për shkak të ekzistencës së një kryetari të përkohshëm të zgjedhur sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, mandati i të cilit sipas ndryshimeve të vitit 2024 duhet të zgjasë deri në zgjedhjen e një kryetari të ri në zgjedhjet e para të rregullta. Për ushtrues detyre kryetari i komunës vlen rregulla tjera dhe ai, sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, do të duhet të mbetet të kryejë këtë detyrë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të komunës. Në këtë mënyrë, dispozita konkrete nga ligji për vetëqeverisje lokale është në përplasje direkte me dispozitën adekuate nga kodi zgjedhor, sepse sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, kemi ushtrues detyre i komunës i cili duhet të kryejë detyrën deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, ndërsa njëkohësisht e kemi kodin zgjedhor i cili e rregullon se nëse pas rrethit të dytë nuk zgjedhet kryetari i komunës, atëherë qeveria emëron të besueshëm. Ai më tej ka shtuar se zgjidhja ligjore në kodin zgjedhor sipas së cilës qeveria duhet të emërojë një të besueshëm përfaqëson një shkelje të parimit të subsidiaritetit, pasi sipas tij në këtë mënyrë bëhet një lloj ndërhyrje në vetëqeverisjen lokale e cila është një e drejtë e garantuar kushtetuese e qytetarëve. Kryeministri Hristian Mickoski nuk dha përgjigje konkrete rreth kërkesave të familjarëve të viktimave që humbën jetën në tragjedinë e Koçanit. Për komisionin hetimor parlamentar, Mickoski tha se duhet të pyeten deputetët, ndërsa për ndihmën financiare të njëhershme për familjet e të ndjerëve, ai tha se qeveria ka bën dhe do të bëjë gjithçka për ata. Kryeministri Hristian Mickoski u deklarua jo kompetent për kërkesat e familjarëve të viktimave në tragjedinë në Koçan. Ai tha se pyetja për mbështetje për formimin e një komisioni hetimor parlamentar për të hetuar ngjarjet rreth zjarrit në diskotekën Puls të Koçanit duhet t'u drejtohet deputetëve. Se përket mbështetjes për komisionin hetimor, mendoj se do të ishte mirë që pyetja t'u parashtrohet deputetëve. Mendoj se kjo lloj përballje me publikun do të ndodhë shumë shpejt kur të fillojë procesi gjyqësor, në mënyrë që të gjithë, qytetarët, publiku dhe ju media, të mund të shihni se çfarë ka ndodhur atje. Kurse në lidhje me kërkesën për ndihmë financiare të njëhershme për familjet e të ndjerëve, duke ndjekur shembullin e atyre që vdiqën në zjarrin në spitalin modular në Tetov gjatë pandemisë Covid, ai tha se qeveria ka bërë dhe do të bëjë gjithçka për t'i ndihmuar ata. I kam dëgjuar të dyja kërkesat. Nuk kam absolutisht asnjë dyshim se ne si qeveri kemi bërë, po bëjmë dhe do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të ndihmuar në atë rast, për të lehtësuar dhimbjen që është e pamashme, e pakufizuar dhe e madhe. Këto kërkesa të familjarëve të rinjve që vdiqën në tragjedinë në Koçan u parashtrua në protestën për drejtësi që u mbajt të shtunën. Seanca gjyqësore për këtë rast është caktuar të mbahet më 19 nëntor të mërkurën. Nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan humbën jetën 63 persona, kryesisht të rinj. Nënkryetari i BDI-s Arber Ademi tha se nga analizat që kanë bërë ata, në çdo vend votim kanë treguar se fitoria në zgjedhjet lokale në komunat me shumicë shqiptare i takon VMRO-DPMN-s. Sipas tij, roli vetëm i Vlenit në këto zgjedhje ka qenë që t'i shërbejë synimeve të VMRO-DPMN-s. BDI thot se fitoria në zgjedhjet lokale në komunat me shumicë shqiptare i takon VMRO-DPMN-s. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arber Ademi tha se BDI ka dalë në këtë përfundim pas një analize të detajuar të çdo vendvotimi dhe të çdo komune. Të gjitha të dhënat dëshmojnë se rezultati për kryetar në Tetov, Dibër, Çajer, Saraj, Kërçov, Bërvenic dhe në një sër komunesh të tjera me shumicë shqiptare, është produkt i votës masive të VMRO-DPMN-s në favor të kandidatëve të tyre dhe të Vlenit. Prandaj, në mënyrën më korrekte dhe më transparente të mundshme,
Ne e urojmë VMRO-DPMN për këtë rezultat zgjedhor. Ademi tha se Vlen nuk ka arritur të fitojë shumicën e votës shqiptare në asnjë nga këto komuna, as për kryetar, as për këshill. Sipas tij, roli i vetëm i Vlen në këto zgjedhje ka qenë të shërbejë synimeve të VMRO-DPMN-s. Nënkryetari i BDI-s tha se ky është një mandat moral dhe politik që i obligon ata si BDI që në Kongresin e Dhjetorit të riorganizohen dhe të ripërtin strukturat e tyre në përputhje me pritjen e qytetarëve. Ademi njoftoi se BDI do të vazhdojmë punën me energji të re, me transparencë dhe me përkushtim të plotë ndaj interesit të qytetarëve dhe të ardhmes evropiane të vendit. Në 16 ditët e para të muajit nëntor, policia ka sankcionuar 10.210 shkelës të trafikut, shumica e tyre është dhe janë gjobitur, ndërsa 55 prej tyre kanë përfunduar në burg. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se rreth 300 sanksione janë për shkak të tejkalimit të shpejtësisë. Me vetëm një muaj të mbetur deri në mbylljen e vitit, nëntori po rezulton një prej muajve më të vështirë për shoferët në vend. 10.210 shkelje të trafikut janë regjistruar vetëm për 16 ditë, duke sinjalizuar një rritje alarmante të papërgjegjshmërisë në qarkullim. Ndërkaq, siç njofton nga Ministria e Punëve të Brendshme, policia ka shpresuar kontrollet, ndërsa 55 shoferë janë privuar nga liria, pasi ata janë të akuzuar për drejtim të pakujdesshëm sipas nenit 297A të Kodit Penal. Nga atje, njoftojnë se 293 shkelje i përkasin shoferëve që nuk e kanë respektuar shpejtësinë e lejuar. 55 persona janë privuar nga liria për drejtim të pakujdesshëm të mjetit motorik, nga të cilët 37 për drejtim në ndikimin e alkoolit, 1 për drejtim në drejtim të ndaluar, 11 për drejtim me shpejtësi më të madhe se e lejuara në vendbanim, 6 për drejtim me shpejtësi më të madhe se e lejuara jashtë vendbanimit. Për më tepër, sipas shqyrtimit statistikor të aktiviteteve policore, gjatë muajit nëntor deri tani janë regjistruar 2717 shkelje për parkim të parregullt, 1039 të masa janë shqiptuar për shofer që kanë drejtuar makinën pa patent shofer, si dhe 300 sanksione për drejtim në ndikimin e alkoolit. Sipas dispozitave të ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor, janë sankcionuar 42 shoferë të motocikletave për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, si dhe janë sankcionuar 282 këmbësor dhe 4 drejtues të trotineteve elektrik. Po ashtu, janë sankcionuar edhe 546 pjesëmarrës në trafik që nuk kanë përdorur rripjen e sigurimit. Sipas ligjit për automjete, nga MPB sharojnë se 252 automjete janë menjanuar nga trafiku për shkak se ishin të paregjistruara dhe 55 për shkak të parregullsive teknike. Ata informojnë se janë sankcionuar gjithashtu 52 shoferë për mosplotësimin e kushteve të përshkruara në lidhje me errësimin e xhamave të automjeteve. Ministria e Punëve të Brendshme ka zbuluar një grup kriminal të cilët dyshohet se kanë qenë të përfshirë në kryerjen e veprës penale të kontrabandës të migrantëve. Sipas njoftimit të MPB-s, 2 kampe ishin gjetur në linjën kufitare mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, në të cilën ishin gjetur 8 migrantë ilegal, 2 prej të cilëve nga Pakistani dhe 6 nga Afganistani, në mesin e të cilëve ishin edhe 2 fëmijë. Është paraqitur kallëzim penal ndaj ZHGDVH-ASH që të gjithë nga Afganistani për shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale kontraband migrantësh, njoftuan nga MPB. Të akuzuarit, siç bëjnë me dije më tej, në disa raste kanë pranuar se kanë vepruar si udhërrëfyes dhe kanë transportuar dhe strehuar në mënyrë të paligjshme një grup emigrantësh të paligjshëm nga Greqia në kampe. Pasi kishin vendosur në kampe të improvizuara, ZH dhe JD kishin përdorur forcë dhe kërcënime për të zhvatur para nga personat me qëllim që të mundësonin transferimin e tyre të mëtejshëm në territorin e Serbisë me destinacion përfundimtar vendet e Bashkimit Evropian. Ministria e Transformimit Digital informoi se nga sot ka nisur aplikimet për vaucher elektronik për studentët përmes portalit kombëtar të e-shërbimeve. Të gjithë studentët mund të aplikojnë jo më vonë se 20 dhjetori, ndërsa realizimi i vaucherëve, përkatësisht marrja e pajisjeve, mund të kryhet deri më 31 dhjetor, informoi Ministria. Nga Ministria për Transformim Digital sqarojnë se studentët që figurojnë në evidencën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës gjatë aplikimit nuk kanë nevojë të
të ngarkojnë asnjë dokument. Thirrja publike është e hapur për rreth 55.000 studentë, të cilët do të marrin nga 12.300 denar për blerje të pajisjes elektronike. Në kuadër të panajirit të librit në Tiranë u bë promovimi i librit Ndryshku i kohës i shkrimtarit Kim Mehmeti, botuar nga Logos A. Promotorët e veprës akademik Ali Aliu dhe shkrimtari Agim Baçi çmuan lart veprën e autorit, duke theksuar që kjo vepër mos të jetë e fundit, por autori të vazhdoj edhe më tej të shkruaj dhe të na ofrojë libra. Në organizimin e shtëpisë botuese Logos A, ditën e shtunë më 15 nëntor, të udhëhequr nga redaktori Muhamet Jashari, u organizua promovimi i librit me titull Ndryshku i kohës të shkrimtarit Kim Mehmeti në Tiranë. Në këtë ngjarje kulturore, të pranishëm ishin një numër i madh studiuesësh, dashamirë të librit, lexues të autorit nga vise të ndryshme. Promotorët e veprës, akademik Ali Aliu dhe shkrimtari Agim Baçi, çmuan lart veprën e autorit, madje duke theksuar që kjo vepër të mos jetë e fundit, por autori të vazhdoj edhe më tej të shkruajë dhe të na ofrojë libra. Akademik Aliu, ndër tjera, tha që Kim Mehmetin e njoha që herët, ai u shndrua në një zë i cili shkroi dhe na rrefeu për shqiptarët e asaj ane, nga ku vinte. Kam pasur fatin që librat e tij t'ja lexoj edhe atëherë para se t'i botoj në formë të dorëshkrimit. Ndërkaq, për Agim Baçin, Kimi si kolumnist, autor, shkrimtar, polemist, duhet edhe më tej të shkruan sepse ka çfarë të na ofron. Në fund të promovimit, të pranishmeve ju drejtua edhe Kim Mehmeti, i cili për këtë libër tha që është rishkrimi kujtesës së tij. Promovimi u shoqërua me bashkëbisedim të hapur me publikun, ndërsa organizatorët nga shtëpia botuese Logos A theksuan se kjo vepër vjen si pjesë e angazhimit të tyre për të sjellë letërsi cilësore dhe autor me peshë në hapësirën shqiptare. Përveç kësaj, auditori pati mundësi që të parashtron pyetje dhe komente mbi veprën në fjalë, ndërsa eventi kulturor u mbyll me nënshkrimin e librave nga vetë shkrimtari Kim Mehmeti. Shqipëria hyri këtë të hënë në një prej fazave më vendimtare të rrugtimit evropian, duke hapur negociatat për grup kapitullin e fundit bujqësia dhe kohezioni. Për kryeministrin Edi Rama, ky është një moment historik për Shqipërinë dhe garantoi se do të vijojë më të njëjtën ritëm pune në mënyrë që të sigurohet që procesi i antarësimit evropian të mos ndalet. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos tha se janë të përkushtuar për të antarësuar Shqipërinë në BE. Shqipëria ka hapur sot grup kapitullin e fundit të negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian, atë të bujqësisë dhe kohezionit, duke përmbyllur fazën e parë të procesit negociues. Kryeministri Edi Rama në konferencën për shtyp me Marta Kos, komisionere për zgjerimin në Bashkimin Evropian, dhe Marje Bjerë, ministre e punëve të jashtme të Danimarkës, e cila mban presidencën e Këshillit të BE-s, deklaroi se hapja e grup kapitullit të fundit përbën një moment historik për Shqipërinë. Ndihemi për plot energji dhe në borxh, nëse nuk realizojmë në kohën e duhur. Jam i frymëzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo ribashkimit të Europës po merr. Do bëjmë gjithçka, kemi në dorë për të ecur përpara në të njëjtën intensitet e disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate e për të siguruar se ky proces që po ndërtojmë të mos ndalet. Kryeministri garantoi se Shqipëria do të vijojë me të njëjtin ritëm pune në mënyrë që të sigurohet që procesi i antarësimit evropian të mos ndalet. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos deklaroi se sot është një ditë e veçantë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për BE-n. Ajo shpreh se janë të përkushtuar për të antarësuar Shqipërinë në BE. Suksesi i Shqipërisë është rezultat i punës së autoriteteve shqiptare për zbatimin e reformave të rëndësishme të BE-s. Është rezultati i qytetarëve shqiptar që kërkojnë ndryshimin dhe i mbështesin këto ndryshime. Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit. Ju jeni frymëzim për më shumë në Ballkanin Perëndimor.
Ajo tha se hapja e gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm duke shtuar se mbyllja e tyre është çmimi real. Sipas saj, ky sukses nuk do të ishte i mundur pa angazhimin e palëkundër të Shqipërisë. Ministria daneze Bjerre u shpreh se Shqipëria ka bërë një përpjekje të fortë për reformat e harmonizimit me BE-n. Shqipëria është vend kandidat për antarësim në BE që nga viti 2014, konferenca e parë ndërqeveritare midis Shqipërisë dhe BE-s është mbajtur në korrik 2022. Në tetor 2024 u mbajt konferenca e dytë ndërqeveritare duke shënuar hapjen zyrtare të negociatave për grup kapitujt e parë, ndërsa konferenca e tretë ndërqeveritare u mbajt në dhjetor 2024. Në prill 2025 u mbajt konferenca e katërt ndërqeveritare, në maj u mbajt konferenca e 5 dhe në shtator të këtij viti u mbajt konferenca e 6 ndërqeveritare Shqipëri-BE. Shqipëria synon të përfundojë negociata deri në vitin 2027, ndërkohë synon antarësimin e plot në BE deri në vitin 2030. Gjatë dëshmisë së tij, generali amerikan Wesley Clark i ka përmendur bisedat me kasapin e Ballkanit Slobodan Milošević, njëherë siç tha Clarku, presidenti i Jugosllavisë. Siç ka treguar ai, Miloševići i ka thënë se çfarë bën ai në Kosovë është çështje e brendshme e tij. Ndërkaq në një rast tjetër, Miloševići i ka thënë se e din mirë ç'të bëjnë me shqiptarët dhe se nuk është hera e parë që merren me ta. Clark tha se Miloševići i ka thënë se du të bëjnë atë që e kanë bërë në të kaluarën, t'i vrasin të gjithë. Më tha, ne e dim si t'i trajtojmë këta shqiptar, këta vrasës. Kemi bërë këtë gjë më përpara, nuk është hera e parë. E pyeta si e keni trajtuar, çfarë keni bërë, u përgjigj. I kemi vrarë të gjithë, është shprehur Clark të hënën në Hag. Ish komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Evropë përmendi edhe një bisedë me presidentin e Maqedonisë Kiro Gligorov, i cili pas masakrës së familjes Jashari e ka marrë në telefon dhe i ka thënë se që nga ai moment shqiptarët në Kosovë do të ngrihen në rezistencë të armatosur. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mbrëmjen e së dielës pranë Medinës në Arabinë Saudite, ku një autobus me 46 pelegrin me shtyre edhe shtetas indian u përplas me një autobot dhe u përfshi nga flakët. Raportet e para flasin për 10 viktima. Ambasada e Indisë në Arabinë Saudite cilësoi ngjarjen si tragjike, duke njoftuar se autoritetet diplomatike janë vënë më njëherë në lëvizje për të ofruar ndihmë për pelegrinët e prekur. Është konfirmuar prania e shtetasve indian mes pasagjerave, por ende nuk ka një bilanc zyrtar të viktimave. Kryeministri indian Narendra Modi reagoi përmes rrjeteve sociale ku shpreh thellësisht i trishtuar për aksidentin në Medine që përfshin shtetas indian. Ai u dërgoi ngushëllime familjave të viktimeve dhe u lut për shërimin e shpejtë të plagosurve. Modi shtoi se ambasada e Indisë në Riyadh dhe konsulata në Xheda po ofrojnë të gjithë mbështetjen e nevojshme, ndërkohë autoritetet saudite po hetojnë shkaqet e aksidentit, ndërsa pala indiane mbetet në kontakt të vazhdueshëm me zyrtarët vendas për informimin e familjarëve dhe menaxhimin e situatës. Një gjykat në Bangladesh dënoi me vdekje ish kryeministrin Sheikh Hasina të martën për krime kundër njerëzimit pas një gjyqi që zgjati një muaj duke shpallur fajtor për urdhërimin e shtypjes së përgjakshme të protestave studentore vitin e kaluar. Hasina, 78 vjeçare, u gjykua në mungesë me akuza për krime kundër njerëzimit në lidhje me shtypjen e dhunshme të protestave studentore në mesin e vitit 2024. Ajo është në Indi ku iku pasi u rrëzua nga pushteti në gusht të 2024-s. Tribunali Ndërkombëtar i Krimeve në një gjykat speciale në Dhaka pritet gjithashtu të japë një vendim për 2 nga bashkëpunëtorët e saj, ish ministrin e Brendshëm dhe ish shefin e policisë, të cilët përballen me të njëjtat akuza. Partia e Hasinës, lidhja e Bangladeshit, e cila u shpall e paligjshme nga qeveria e përkohshme, bëri thirrje për një izolim dyditor në të gjithë vendin dhe e ka denoncuar gjyqin si të motivuar politikisht.
Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut ka mbërritur në Cardiff, ku nesër do të luajnë ndeshjen e fundit të eliminatorëve për kampionatin botror 2026. Ekipi i televizionit Shenja me gazetarin Samir Sinani ndodhet në vendngjarje për të raportuar nga afër zhvillimet e fundit. Walesi është kundërshtari i fundit, të cilin Maqedonia e Veriut duhet ta kalojë për të siguruar një vend në play-offin e kampionatit botror 2026. Brenda ekipin mbyzot rënd ndjenja se ky objektiv është më afër se kurrë. Pas barazimit me Letoninë në miqësorën e zhvilluar në Shkup, përfaqësuesja e vendit ka zbarkuar në Wales për të bërë realitet ëndrrën e kualifikimit në botrorin e vitit 2026 që do të mbahet në SBA, Kanada dhe Meksik. Takimi i parë mes dy përfaqësueseve i zhvilluar në Shkup përfundoi me barazim 1-1. Me një fitore ose barazim, Maqedonia e Veriut do të sigurojë vendin e dytë në grup, ndërsa në rast disfate do të përfundojë e treta dhe në play-off do të shkojë përmes Ligës së Kombëve. Përfaqësuesja e vendit ende nuk ka pësuar humbje në këto kualifikime, ndërsa Walesi ka humbur 2 herë. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut sonte do të zhvillojë stërvitjen zyrtare në stadiumin e Cardiffit, ku seleksionuesi Blagoja Milevski do t'i përcaktojë detyrat përfundimtare për futbollistët e tij. Ndeshja ndërmjet Walesit dhe Maqedonisë së Veriut zhvillohet të martën në stadiumin e Cardiffit me fillim nga ora 20:45. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë mirupafshim.